i kanë fshehur më së shumti parat e mëdha nëpërmjet këtyre, sepse e dini që këta do dënoheshin me procedurat nga mosha apo nga pozicioni apo nga shkalla e dytë që kishin. Këta kanë fshehur lekët më të mëdha, ja këta, që nga çoku ajo mamaja kësaj kryemadhit e të gjithë, këta janë prototipët që në qoftë se drejtësia e re do jepte goditjen e ashpër tani, atëherë populli do beson dhe se vërtet na ka ardhur në derë një drejtësie e cila do të çojë përpara aspiratat e munguara të kësaj drejtësie dhe të këtij populli për të besuar te kjo drejtësi. Nuk besoj, zoti moderator, që do ndodhi kjo, sepse dënimet e sotme, pavarësisht se gjykata mund t'i dyfishoj apo mund t'i tjetërsoj akoma më keq. Kjo varet te kjo lloj gjykate, por problemi është që dielli duket që kur lind. Edhe këtu vendimi u dha se është plus minus, këta do rrotullohen drejt shërbimit të provës apo mos shkurjes në qeli. Pse e besoni këtë? Sepse u pa sot, të gjithë morën dënimin e shkurtuar, gjë që s'duhet ta merrin shkurtuar, por do ta merrin në kokë për çka kanë bërë, për çka kanë vjedhur dhe çka kanë fshehur, dhe e dyta që është më e rëndësishme, këtyre duhet të kalonte edhe jeta në qeli. Do thosh jemi në demokraci. Demokracia do të thotë ligj. Demokracia nuk do të thotë zbutje e ligjit, por ashpërsimi i ligjit, sepse njerëzit presin. Dhe kështu pastaj marrin shkas kriminalët e tjerë, marrin shkas politikanët e tjerë, merr shkas administrata e cila thot, po nuk që nga çdo gjë janë në rregull, të vjedhim sa të vjedhim, të bëjmë korrupsion sa të duam, se në fundit maksimala do marrim një shërbim prove apo 1-2 vjet atje. Kjo është zgjidhja. Nuk besoj njerëzit kështu. Unë jam me gjuhën e popullit. Populli kërkon drejtësi, kërkon që këta lloj vampirësh 30 e ca vjeçar të japin llogari për çka i kanë bërë këtij populli, për çka kanë vjedhur, për çka kanë përvetësuar, për çka kanë tjetërsuar. Nuk na dal kanë tash të pastër, ata që nga fytyra kanë qenë mediokër. Unë kam pasur Agush Medën aty afër shtëpisë time dhe e njoh të jatin e të jemën dhe shisin qep në pazar. Nëse do ta bastardojmë se tash janë miliarder. Jo, zoti moderator, nëse populli po them në këtë kontekst, nuk gjykohet nga ligjet. Shkeljet që kanë bërë duhet të përballen me ligjin. Por ligji duhet të rregulluar, por duhet të rregulluar kodi penal, se thamë u rregullua, u ashpërsua, po këto që kanë zbutur më shumë. Që janë këto dënime qesharake? Është turp e faqja e zezë. S'di çfarë të them më tepër. Është një mosbesim kolosal i popullit ndaj drejtësisë, ndaj këtij spaku, ndaj kësaj KKO-je e cila përveç se 2 liderëve që ka pjell kjo drejtësi e re, Altin Dumanit që populli kërkon dhe Irena Gjogës, të tjerët janë të përgjumur ose rinë hije për mua dhe për shumë të tjerë të cilët dëgjoj çdo ditë në për vende publike apo në vende të cilët diskutojnë për këtë lloj drejtësie. Dhe sot kjo drejtësi e cila do të godiste fort, sot ka dhënë mesazhin që korrupsioni nuk e gjen gjë në Shqipëri. Dhe të gjithë të tjerët do thonë që kanë rregull. Hajde vjedhim, do hyjnë në punërat e shtetit vetëm për të vjedhur. Nuk është për shembull. Unë e përgjigjsoj. Sepse nëse unë do vjedh miliona, edhe pse bëj 2 vjet burg, për mua më gëzon se